filluar kështu marshimi I qytetarëve për të përfunduar tani më në sheshin Skënderbej, aty ku pjesa më e madhe e protestuesve janë vendosur. Shihen në këto pamje të drejt për drejta që Duart Rokasin përshëndesin dhe kamerat e News 24, pavarësisht thirrjeve të mëparshme bojkotoni media, po këtu qëndron edhe një nga dimensionet më interesante mediatike të kësaj proteste. Edhe sot News 24 ka zgjedhur që ta transmetoj protestën që prej ditës së parë, minutë pas minute, për të përcjellë tek ju çdo dinamik, çdo zhvillim nga terreni, nga çdo kënd dhe pikë kryesore e kësaj proteste. Një protestë e cila ka prodhuar interesin më të lartë publik dhe atë politik. Fokusi I transmetimit të ditës së sotme ka qenë protesta, ngjarja që po prodhon mobilizimin më të madh qytetar, ku për të 13-ën ditë me radhë, kryeqyteti Tirana është përfshirë nga një val protestash me një kërkesë të qartë, të artikuluar nga të gjithë protestuesit një zëri, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kanë zgjedhur edhe ditën e sotme, grumbullimin e tyre në sheshin Skënderbej për të vijuar më pas marshimin drejt godinës së kryeministrisë, aty ku kanë qëndruar me orë të tëra në podiumin e improvizuar për të artikuluar mesazhet e forta politike, pakënaqësitë e tyre, duke shprehur rezistencë, ndërkohë që paralelisht në sheshin Italia, pak metra larg protestës, në po të njëjtin orar organizohej dhe aktiviteti politik I Partisë Socialiste, që nga protestuesit, organizatorët është konsideruar si një përpjekje për të shuar zërin dhe jehonën e protestuesve në kërkesat e tyre, është parë si një provokim, është konsideruar një anti-miting, megjithatë protestuesit edhe njëherë kanë treguar një shenjë qytetarie, duke mos rënë pre provokimeve, siç ata thanë dhe thirrën her pas here protestuesit që të mos shpërndaheshin, të qëndronin përpara institucionit të kryeministrisë, por kanë zgjedhur një formë tjetër proteste, duke marshuar në rrugët e kryeqytetit me një ndalesë më pas në sheshin Italia, aty ku u organizua aktiviteti I Partisë Socialiste, një formë kjo për të dëshmuar që ata që protestojnë kundër mazhorancës dhe kryeministrit Edi Rama janë më të shumë të numër se ata pjesëmarrës që aty pak orë më parë morën pjesë në aktivitetin e Partisë Socialiste. Nesër më shumë ka qenë slogani I ditës së sotme edhe në këtë protestë të 13 qytetare në Tiranë. Ditën e nesërme, më 13 qershor, është premtuar një tjetër organizim masiv me pjesëmarrje edhe të diasporës shqiptare, gjë që e dëshmuan edhe ditën e sotme mbështetjen dhe solidaritetin e tyre duke u bashkuar protestës dhe her pas here duke shprehur dhe ata mesazhe ndaj emigracionit masiv, premtimeve të pambajtura, që e kanë shndëruar tani më Tiranën në një formë të re mobilizimi I qytetar, që vendi ynë nuk e kishte dëshmuar prej vitesh të tëra, një qëndres prej 13 ditësh, me po të njëjtën energji, me po të njëjtën vendosmëri, me po të njëjtin intensitet. Mesazhi më I drejt për drejt politik I kësaj proteste ka qenë Rama jep dorëheqjen, nuk ka pasur shumë paqartësi në kërkesat e protestuesve, ata kanë qenë të qartë që prej ditës së parë, ajo që nisi fillimisht si mbrojtje e një kauze mjedisore, u shndërrua menjëherë në shprehjen e një pakënaqësie më të madhe nga të gjithë qytetarët për të gjithë mënyrën e qeverisjes së vendit.
Ata kërkojnë largimin e kryeministrit dhe një ndryshim të kursit politik, shprehen her pas here të revoltuar, të zhgënjyer nga e gjithë klasa politike, duke refuzuar kështu që të drejtohen nga një lider, t'i bashkohen partive politike, kanë qenë të mirë organizuar deri më tani, vetëm në formë qytetarie, duke u solidarizuar me njëri tjetri në thirrjet e tyre. Njëjtë si ditën e djeshme, kjo protestë po konkludohet në sheshin Skënderbej, aty ku qytetarët me telefona në duar, me drita ndezur, përshëndesin njëri tjetrin duke falenderuar kështu për të gjithë solidaritetin që ndresën e treguar në këtë marshim kilometrik përgjatë të gjithë rrugëve kryesore të Tiranës. Kanë vijuar edhe ditën e sotme pankartat, sloganet, mesazhet që kanë dëshmuar edhe një herë që kjo protestë nuk ka komunikuar vetëm me qëndres, me marshime, me mesazhe të artikuluara me mikrofon, por gjithashtu edhe përmes sloganeve pikante të shoqëruara me ironi dhe satirë. Vjojnë rezistencën e tyre në sheshin Skënderbej protestuesit, duke brohoritur në kor, Rama jep dorëheqjen shqipëriere. Një protestë e cila nis aty dhe përfundon po aty për të rikthyer sërish ditën e nesërme, datë 13 qershor, shpremtuar një tjetër protestë me pjesëmarrje dhe të diasporës shqiptare, e cila duhet thënë jo vetëm një është bashkuar thirrjes së qytetarëve në kryeqytet, por ditën e nesërme është thënë nga protestuesit dhe organizatorët e protestës që ata do të rikthehen enkas natë dhe për të bashkuar në shesh. Pavarësisht se mbështetja dhe solidarizimi i tyre ka ardhur në forma të ndryshme, shohim dhe flakadan në këto momente të ndezur nga protestuesit në monumentin e herojit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut,